Tjera, të flasim pak për opozitën, ka patur një zhvillim dje që është komentuar në media, ku ish deputeti dhe antari kryesisë Ervin Saliani ka mbledhur disa prej më të votuarve në Partinë Demokratike, deputet ose jo, në një kafe e cila është komentuar si fillimi i një lëvizje që po themi një lëvizje të mendimit ndryshe ndaj Berishës, një lëvizje që kërkon reflektim, reformim, ndryshim të Partisë Demokratike. Nuk e di, a mendojnë që qëndron kjo analizë, është e vërtet që ka nisur diçka në Partinë Demokratike? Është komentuar Ervin Saliani shumë, po them gjatë kësaj kohe, për nisjen e një gjëje të tillë, për një pol brenda opozitës, brenda PD-s. Pare e që nuk ka pol, në partitë e qendrës nuk ka pole, nuk ka fraksione, nuk ka asgjë në partitë e qendrës. Ajo është partia e qendrës tashmë. Po. E bërë. Problemi qëndron se këta njerëz të dëshpëruar, të cilët ngelen pa poste, të cilët tashmë në këto pjesë dhe në këto momente mendojnë jo për të sjellë absolutisht asgjë, se nëse këta do reflektonin apo do kishin një gjë do të ishin kohë përpara. Unë pyetje më thjesht e bëj, pse e bën sot Ervin Saliani me gjithë Ali Mehmetin këtë lloj lëvizje kur sot gjëja më kryesore është situata politike në Shqipëri dhe sidomos çështja e Ramës. Ramës, pra Balluku është Rama. Dhe gjehet momenti më kulmor për të sjellë tallava, këtë lloj tallavaje. Kjo është tallava. Nuk është lëvizje politike. Një lëvizje politike ngrihesh atje në kuvend, e kupto? Dhe në Këshill Kombëtar kur kanë, dhe ngren problemet, aty hedh edhe platformën, aty hedh edhe idenë, aty edhe alternativën, aty hedh kauzën. Çfarë kauze kanë këta? Kush është kauza këtu? Reformim kujt? Reformimi tyre, i vetes vet. Kush janë më të votuarit? Këta janë më të votuarit? Po në momentin që heqin siglin e PD-s, ta dalin zero tillë. Ta dalin gjithë zero. Po. Në momentin që këta heqin siglin e PD-s, nuk votohen si pjesë e PD-s, këta të gjithë hikin. Nuk marrin as i vot. Këta votat i marrin vetëm nëpërmjet siglës PD-s. E kam provu shumë të tjerë përpara. E provun njerëz të cilët kanë pas kontribute. Në 96 kam nisë, me gjithë Bert Karrigjin kam nisë një reformë në PD. U bëj e famshëm 52-she. Po. Të gjithë këta tipat si puna këtyre, hoqën emrin tim dhe Bert Karrigjin dhe dolën vetëm u dështun. Jam bërë shumë lëvizje. E bërë against po dhe lëvizje. Dështoj. Totalisht, sepse pa siglin e PD-s nuk shkojnë kërkun. Nuk janë askushi, se këta nuk kanë kontributet të tyre. Qa kontributet shkanë? Të gjithë ata që janë aty, qa kontributet shkanë? As një lloj kontributi. Qa kauza shkanë ngritur këta? Po kur unë ju bëra dhe ju tharë pse e hoqet siglin e PD-s, që e bën atë PD pa bistat, se ka pas 4 bistat, 4 shtyllat e PD-s. Asnjëri nga këta s'kan folë, të gjithë kanë qenë aty. Kundrun ngjyrën e flamurit, të gjithë kanë qenë aty. Edhe Berisha vetë ka qenë. Kur doli Berisha dhe tha që ne nuk jemi partia e tja, po jemi partia e qendrës. Ku ishin këta zotrit? Pse nuk e ngritën zërin këta? Absolutisht asnjë nga këta s'ka folë. Këta janë thjesht për të krijuar një shok, mendojnë. Ju shko mendja se Berisha do hiki dhe këta kërkojnë të zënë fondin, postin, këta janë luftë për post. Si është e mundme që në të gjithë të grupim që qeka, si është e mundme që s'ka si deputet aty? Aktual flasë. Si është e mundme? A mund të jetë kjo një përpjekje e vetë Berishës për të afruar ata që janë larguar nga Partia Demokratike? Po Berisha nuk ka nevojë me bo përpjekje tilla e para si Berisha e thret me bilbil gjithta. Mos u bo merat. Me bilbil i thret. I të shti me bo Berisha, këta shtrije barkas gjithë. Nuk ka nevojë Berisha të bëjë këtë lloj lëvizje. Nuk ekziston, jo se Berisha nuk i bën këtë lloj. Kuptojmë drejt. Po në këtë moment Berisha nuk ka nevojë ta bëjë këtë.
Sepse Berisha që ai që i mori, i dha poste dhe qyti bashkim. Në të njëjtën kohë, kur unë, para se ta bënte Berisha këtë, kam bërë një bashkim real, dhe Berisha nuk e pranoi. Por mas lëvizjes që unë bëra, Berisha bëri lëvizjen tjetër. Normal, se është kryetar partije, ka të gjitha, unë s'kam asgjë, unë jam thjesht qytetar. Por, çfarë ndodh? Ndodhi ajo që Berisha i mori dhe i vuni të gjithë me poste. Po ku ishin këta zotrit? Dhe thanë, si është e mundme që vikan këta nga sulmuesit tanë, nga azurpusit e partisë, u kthyen këta dhe na erdhën me poste, a ishin këta që shanin të gjithë Berisha, dhe jo të e kritikonin, po e shanin. Dhe pastaj me një vallet Berishës, duke ngërcy me kongën e Berishës, se këta këtë i bëjnë edhe kongë liderve më dha, këtu o të mërmë. Me kongën e Berishës, ta u bon deputet. Edhe Jorit e Tabaku, po ja u them cop, nuk i ka votat e veta, i ka votat e Sali Berishës. Sepse në çdo takim që shkote, në çdo vend që bënte, merrte telefon Berishën dhe i thoshte jam takim, urdhëroj folin një njerëzve. Po letë që mos na tregojnë pralla. Qartë. Nuk janë këta, nuk mund bëjnë këta lëvizje. Se që të bësh lëvizje duhet të kesh kontributet e tuja, duhet të kesh idetë e tuja, duhet të kesh alternativat e tuja, duhet të kesh. Dhe pse duhet ta bësh skutave? Pse duhet bësh skutave? Pse duhet mlidhesh në kafe? Në të njëjtën kohë që jenë këshill kombëtar. Bëje hapur. S'ka asgjë të keqe. Qartë. Po frika. Këto rrojnë e frikën. Me frikën se më lashe Berisha, me frikën mos na mori vesh Berisha. Dhe pastaj do të shihni se si do shkërmoqen. Ma e mend të. Qartë. Mirë, dua të diskutojmë së bashku edhe dy çështje të tjera, ndukje pa lidhje me aktualitetin politik, po në fakt që e përshkojnë atë tej. Nuk e mbaj mend, nëse kemi folur bashk, mund të kemi diskutuar bashk, por mua tani s'po më kujtohet, në lidhje me kodin e ri penal, i cili është duke u diskutuar çdo 2 javë ose çdo muaj të paktën, edhe ditën e djeshme, Ministria e Drejtësisë organizoi një tryezë konsultative për këtë kodin e ri penal, ku diskutua heqja e kësaj shpërdorimit të detyrës. Ka qenë mjaft e diskutueshme kjo, edhe nene të tjera. Nuk e di, meqense ti je edhe jurist, këtë pjesën e kodit të ri penal, si e sheh? Problematike? Nuk di se kë kod po diskutojnë atë kodin me 900. Atë kodin me 900, po. Po diskutojnë për kodin aktual për të hequr apo për të vendosur disa nene. Atë kodin e ri që ma përmende, sepse jam flamurtar. Tash unë duhet i them gjërat edhe vetë, po. Se ta ti mohojnë çdo gjë. Jam njeriu i cili ka kërkuar që të hiqet shpërdorimi i detyrës. Sepse është neni më abuzues, të cilët kanë shpëtuar të gjithë pushtetarët tanë kanë vjedhur, dhe shpjegimi ka qenë shumë i thjeshtë, sepse kam thënë të firmosin një tender me 100 milion euro, 70 milion euro, 50 milion euro, 200 milion euro, siç po dalit tendera sot, dhe ta quash pastaj shpërdorim detyre është nonsens. Ti je që të hiqet që të rëndohet, jo të hiqet fare si vepër penale, se nuk të kuptova. Jo të hiqet si vepër penale, por të mos përdoret si vepër penale shpërdorim detyre. Të quhet te vjedhja, te korrupsioni. Nuk ka pse quhem shpërdorim detyre. Nuk është shpërdorim detyre ky që ti firmos tendra, vjedh pa mas, dhe në fund fare kalon me 3 vjet burg, si çdo Tahiri e kompani që dalin për shpërdorim detyre, edhe dalin pastaj me 2 vjet, me 3 vjet burg, edhe bëjnë atë paraburgimin, dalin për jashtë afare, por ajo që është kryesorja, unë prap kam ngulur këmbë në 2 pika, në heqjen e këtij neni, nga për të gjithë këta ministra e deputete më thash që bëjnë këtë lloj vjedhje galopante,
Një e parë dhe sekuestrimin e gjithë pasurive, qoftë të atyre vetë apo të familjarëve të tyre. Sepse dihet që të gjithë pasurita e kanë në emër të familjarëve, në emër të deri ke shoferat e vetë i kanë çu ato parat apo objektet të cilat nuk i kanë emrat vetë, por i kanë në emrat të tjerëve. Kështu që unë për këto dy nene jam që duhet njëri duhet hiqet e tjetri duhet zbatohet. Nuk më intereson shumë se sa u dënua X apo Y, nëse ati i le pasurinë, gjithat pasuri që ai e ka vjedhur, dhe po t'i vesh re tashmë janë futur të gjithë këta, pavarësisht nga akuza që po marrin, prandaj tash duhesh edhe politika e FBI-s dhe vetë Amerikës, qoftë edhe ai vendimi që ju dha në atë kohë, bile s'ka qenë Biden në president, ku për konfiskimin dhe sekuestrimin e të gjithë pasurive të ndodhura të shqiptarëve që janë në Amerikë. Dhe aty nuk flitet për njerëzit e thjeshtë, por flitet pikërisht për këta persona të cilët i kanë marrë lekët prej këtu, i kanë çuar në Amerikë, qoftë edhe Rama vetë që ka pasuri të cilat tashmë janë të konfiskuara të sekuestruar në Amerikë, qoftë edhe biznesi që ka pas, edhe shumë të tjerëve, patjetër, por ndërsa përsa i përket nenit pastaj, ati kodit të ri me 800 sa nene, 900 nene, e ka posi libër si roman atë, ai për mua është një kod i cili kërkon me aq të paktën sa e kam lexuar, sepse këta dhe kur thrasin në për takime apo që bëjnë ato sugjerimet, po mendimet, bashkëbisedimet i bëjnë po me njerëzit e vetë, po me ata që i thënë DPP që zërin kundra këta nuk e duan. Edhe në reformën në drejtësi kanë qenë një mundi madhi që unë merrja pjesë në për këto takime, sepse në mënyrë absolute nuk lejojnë këta. Këta i bëjnë çeftas, i bëjnë me njerëzit e tyre, me studenta, me këto edhe nxjerrin atë pjesën që kush janë, domethënë. Qartë. Kështu që nuk jam për këtë lloj kodi. Nuk di se çfarë thash, për nenin në shpërblimin e detyrës jam totalisht e kuptoj. Dakord, sepse është një iniciativë të cilën e kam nisur vetë, domethënë. Por e kam nisur në këtë pikpamje, jo në pikpamjen e heqjes si nen, por mos përdoret, domethënë për pushtetarët edhe politikanët mos përdoret ky nen. E fundit që duhet diskutojmë bashkë lidhet me amnistin fiskale. Ka patur diskutime sërish në opinionin publik sa i takon ligjit të amnistisë fiskale. Ka njerëz që thonë që në ligj parashikohet një masë e tillë që ti, për shembull, mund t'i marrësh parat që i ke poshtë krevatit apo poshtë divanit, pra parat e pa deklaruara, që mund të vinë nga aktivitete kriminale, dhe të shkosh edhe t'i formalizosh. Kaq thjesht e thënë kështu. Ka të tjerë që thonë jo, në ligj nuk bëhet fjalë, sepse kjo është që ti të shkosh me duart e tua dhe ti inkriminosh veten. Pra të shkosh me duart e tua në prokurori, si thua. Tani unë nuk e di se si mund të jetë, po them e vërteta e. Këtë ligj, sa për dijeni, këtë ligj ka dashur ta bëjë Rama para 4 vjetësh. E amnistisë fiskale falë ndërhyrjes, të jemi realist, falë ndërhyrjes Amerikës. Ky nuk guxoi ta çojë në parlament miratimin e këtij ligji. E vërtetë është. Dhe ndaloi. E vërtetë është, po. Dhe në atë kohë ne kam sulmuar realisht këtë lloj ligji, sepse ky është ligji i amnistie. Në amnisti nuk ke pse shkon para prokurorisë. Ajo është pastaj për të kamufluar, sepse nuk ka pse shkon para, sepse është amnisti. Ç'a bëhet në amnisti nuk ka lidhje prokuroria, absolutisht asgjë. Sepse është shteti ai që të amniston. Edhe prokuroria është pjesë e sistemit, është pjesë e shtetit, se shteti tek e fundit çfarë është? Shteti është tërësia e gjërave, se nocion abstrakt është, po ta marrësh. Jo në prokurori, jo, ti shkon ti formalizosh në një kompani, po them unë. Pra të bësh rit deklarim. Nuk ka problem fare, formalizohen bank. Në momentin që ti nxjerr ligjin, formalizohen bank, paguan edhe 5% që 1% që sa e vun këta në atë kohë, nuk e mbaj mend mirë sa e vun Rama në atë kohë. Dhe unë thash që në rryrja e Shtetet Bashkuara të Amerikës, që ai ligj nuk u kalu, se ky do ta kalonte në parlament. Realisht do ta kalonte në parlament. Por, tash në rryrja e tyre ishte që ashtu, që nuk e lejuan.
ky tashmë të gjithë, me që ne jemi vendi i cili kemi kapur rekordet për pastrimin e parave të botës, për drogën e për gjitha, e kupton? Dhe tashmë ky tash kërkon të bëjë një amnisti fiskale për t'i falur të gjithë ta tash, dhe ti mund t'i deklarosh lekë, mund t'i çosh në bankë pa pik problemi, mund të deklarosh edhe 50 shtëpia që ke, e kupton? Dhe nesër edhe Spaku dhe Maku e kushdo që tjetë, nuk kam më se çfarë thotë, sepse je i amnistuar, je i falur nga shteti. Tek e funit edhe Spaku është organi i cili ngre akuzën e shtetit, nuk është se ngre akuzë private. Spaku nuk është organ privat. Spaku është organ i shtetit. Më falë që po flas me këtë terminologji, po duhet të jesh vërtet shumë budall të shkosh dhe ta bësh këtë gjë. Më thënë të dalësh kaq haptazi. Jo, haptazi bëhet ajo, dëgjoj, nëse bëhet amnisti, është e njëjta gjë. Dëgjoj, amnistia duhet kuptuar një gjë. Amnistia është kjo, që nëse bëhet një amnisti që gjithë burgosërit dalin nga burgu, të dalin gjithë nga burgu. Po. Spaku nuk ka çfarë bën. Qartë. Berisha bëri një amnisti në 97-ën, zotëri, që dolën gjithë. Kuptojmë drejt, nuk thot njëri pse dole nga burgu. Dhe kjo është falja që bën shteti. Qartë. Dhe kur shteti fal, prap shteti nuk kërkon dot llogari. Qartë. Çka do të thotë që ky Spaku nuk është privat. Ky është organ dhe ky ngren akuzën mbi. Qartë. Akuzat e Spakut janë akuza shtetërore. Qartë. Nuk janë akuza private të Spakut. Qartë. Dhe ai prandaj ju thash para 4 vjetësh i njëjti ligj ishte. I njëjti ligj. Pa pik pa pres i njëjti ligj. Dhe thash qendërhyrja amerikane që nuk e lan për ta kaluar këtë amnisti. Tash ky pas 4 vjetësh kthehet dhe do më e bë prap. Sepse tash po i vjen fundi, ky ka hallin e vet, ka hallin e pasurisë vet, ky nuk ka hallin e tjerëve, jo. Ky ka hallin shpëtoi pasurinë e vet. Nëpërmjet vetes kuptohet se këta edhe ligjet kur i bëjnë ligje personale. Për të përfituar vet. Është si ai ligji i presidentit me zgjedhjen e 71 votave. Qartë. Berisha mendoi se do fitonte zgjedhjen, do ikte pa mirë, do zgjedhte pra presidentin, po ta zgjedhte me 71 votë se me 94 nuk e bëte dot. E diti që se bëte dot, se siç me zore bëri me Bamir, ai i dim shumë mirë ç'a pazari shumë bon. Dhe tashmë ai e boni e ktheu me 71, pastaj era bumerang. Dhe sot ne kemi torbi i këtij vendi që presin një antar e gjykatës kushtetuese apo gjykatës lartë zgjidhet me 84 vota, presidenti zgjidhet me 71 vota. Është turp. Qartë. Dhe pastaj thonë ka të bëjmë reformë. Kjo pra është reforma. Qartë.